Merkatoja e verës ka nisur të marrë formë në kampin Kuqe Blu dhe Vllaznia duket se ka siguruar përforcimin e saj të parë për sezonin e ri. Burime pranë klubit bëjnë me dije për Star Plus se drejtuesit shkodran kanë arritur marrëveshjen me Patrik Bardhin, i cili ka firmosur një kontratë 1 vjeçare me Kuqe Blut. Edhe pse aktualisht merkatoja e Vllaznisë vjen të jetë e bllokuar, kjo nuk i ka penguar drejtuesit të punojnë në prapasken për ndërtimin e skuadrës së re. Bardhi ishte prej kohësh në radaret e klubit të tij dhe profili i tij është vlerësuar si përshtatshëm për filozofinë e ekipit që po ndërtohet për sezonin e ardhshëm. 28 vjeçari vjen pas një sezoni pozitiv me Voren, ku ishte një nga lojtarët më të rëndësishëm të skuadrës, duke dhënë kontribut në aspektin ofensiv. Sulmuesi i krahut numëroi 34 paraqitje në kampionat, duke realizuar 2 gola dhe 3 asistime, ndërsa spikati për vazhdimsinë e tij gjatë gjithë sezonit. Përveç formës së mirë, Bardhi sjell me vete edhe eksperiencë të konsiderueshme në futbollin shqiptar. Gjatë karrierës së tij ai ka qenë pjesë e skuadrave si Tirana, Kastrioti, Dinamo dhe së fundmi Vora, duke grumbulluar një numër të madh ndeshjesh në elitën e futbollit shqiptar. Në Shkodër besojnë se afrimi i Bardhit do t'i japë më shumë alternativa repartit ofensiv dhe do të rrisë konkurrencën brenda grupit, ndërkohë drejtuesit Kuqe Blu nuk pritet të ndalen me kaq, pasi po punojnë edhe për disa afrime të tjera në repartet ku skuadra ka nevojë për përforcime. Me firmën e Patrik Bardhit, Vllaznia hell hapin e parë drejt ndërtimit të skuadrës së sezonit të ri, ndërsa tifozët Kuqe Blu presin që kjo të jetë vetëm lëvizja e parë e një vere që pritet të jetë mjaft aktive në merkato.